Xhamat, po të krahasohemi ne muslimanët e kësaj kohe me të parë tënë, me gjeneratat e sahabëve, po me lexu literaturën e sahabëve, jetës së tyre, dhe ta bëjmë një krahasim mes neve dhe atyre, kishin me e gjetë vetën jashtë Islamit. Kishin me e pa vetën jemi në vijën në kuqët e Islamit. Nga se ata kanë bërë çudira, kurse ne nuk bëjmë asgjë. Mendojmë se punojmë diçka. Po sikur të shef apo të lexon mezhliset e atyre, begatit e atyre, punët e atyre, angazhimi e atyre, lodhja dhe sakrifisa e tyre, kishe me pa dhe kishe me thënë, unë nuk jam musliman. Po ti shofish mezhliset tona, me gibet e bartjes fjallëve, e me sharje ofendime, e me bidate e shpifje në nderin e muslimanëve, bëhet në mezhliset tona. Sa kemi ne dallimes atyre dhe ne? Sa ka dallim të madh? Prandaj ne pastaj kërkojmë që Allahu të na ndihmoj, kërkojmë që Allahu të na begatoj. Mirë po dini, pa u kthy në atë që ishin sahabët e Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, nuk ka bereqet as begati. Pa e përmisune gjendjen në familjet tona, pa e përmisune islamin ton, pa u përmisune mes neve, çka kemi ne mes nesh, nuk kishte bereqet. Prandaj shqyqoni bereqeti ynë dhe bereqeti atyre, edhe pse që ata nuk kishin kushte, kurse ne i kemi të gjitha kushtet, por punën dhe angazhimin, lodhjen, Islami ynë është i zbrehtë. Jemi mykur në Islam. Ku për këtë Allahu xhelle shanu në ka në Kur'anin falar, Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Që të thotë sigurisht që Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata vetë nuk e ndryshojnë gjendjen e vetë mes tyre. Hajde shife gjendjen tënë mes teje dhe vllaut tënd, mes familjes tënde, shife mes kushis dhe shokëve tu, përmisoje. Shiqo vetën kuje. Prandaj e shohim që nuk ka ndryshim. E shohim se nuk ka përparim. As daveti ynë nuk jetë përpara. As vepra e sakrifisa ynë e shoh që dënë, por nuk ka bereqet. Sepse ne fillimisht qëllimet e tona i kemi të mykur, të kalbur, nuk i kemi të sinqerta. Ne nuk bëjmë diçka e të lodhemi e t'i thejmë Allahut ja Rab, për që e ti të nga unë. Por e bëjmë sikur që e bëjmë sot. Sot ne bëjmë davet në Facebook e në rrjetet sociale. E thot hoxha, unë bëj davet në rrjetet sociale në Facebook. Njeri ti, njeri. Vaj për ty, vaj për ty. Mirët ne që presim prej teje, ti me bëj davet në rrjetet sociale. Duke u mashtru me video të shkurta, i kalon koha, i kalon namazi. Bën davet pa namaz. Edhe Allahi as që lexon Kur'an. As që e din alfabetin e shkronjave të Kur'anit. Por thot të më bëj davet. Njeri aj e njerët me.